Në të gjitha shkollat e mesme të ulta në komunën e Gjakovës, ora mësimore është duke u realizuar 45 minuta. Ky vendim do të vlejë deri në përfundim të vitit shkollor 2024-2025. Mirë po njëjtë nuk është duke ndodhur në shkollat e mesme të larta, sepse në këto institucione nxënësit sot janë kthyer orës mësimore prej 40 minutash. Nga Drejtoria e Arsimit në Gjakovë bëjnë të ditur se janë disa faktorë të cilët kanë ndikuar që të vazhdohet me orarin prej 40 minutash. Në shkollat profesionale i kanë nga 32 orë në javë dhe domosdoshmërisht mbajnë edhe orën në 7. Atëherë ishte e pamundur që nxënësit të ndërimit të pasditës të përfundojnë mësimin në orën 20:25 minuta. Gjithashtu nga Drejtoria Komunale e Arsimit bëjnë të ditur se infrastruktura shkollore aktuale e pamundësonte një zhvendosje të mësimit vetëm në një ndërim, duke shtuar këtu edhe problemet që mund t'i kenë nxënësit që udhëtojnë nga komuna tjera për të frekuentuar mësimin në shkollat e Gjakovës.